Mirë se vini në Trade Casa Albania, emisioni që heq zhurmën dhe ju jep të vërtetën mbi tregjet financiare. Ne merrem vetëm me shpjegimet sa më të thjeshta për investitorët dhe informacione më të rëndësishme të javës dhe analizat teknikale të kësaj jave që t'ju japim diçka që me vërtet investitorët dhe tregtarët kanë dëshirë të dëgjojnë. Kjo javë ka qenë një javë shumë ndryshe, ka pasur një javë që ke pasur një ndryshim të marsheve në treg, mund ta quajmë, ku kemi parë një rritje të tregjet e aksioneve me euforinë që ka pasur nga tregtarët për një ulje të numrit të interesit që do vi javën tjetër në datën 10 dhjetor. Dollari ka besuar një rënje dhe kemi parë tregun e aksioneve, tregun e kriptove që vazhdon të akumulohet ose të konsolidohet në këtë zonë, edhe pse kemi parë sa shenja pozitiviteti për shtyrie për më lart, gjithsesi nuk kemi pasur një shtyrie euforike dhe blerje serioze në tregun e kriptos. Tani do të hyjmë direkt te temat kryesore që ne do mbulojmë. Segmenti i parë i emisionit ton është për eventet ose ngjarjet kryesore të javës dhe gjërat që po shtyn tregjet financiare për më lart ose dhe për më poshtë ose që do shtyn tregjet financiare në një drejtim, sidomos javën tjetër. Pastaj do mbulojmë grafikat dhe anën teknikale e tregjeve kryesore. Kjo javë ka qenë vetëm e përqendruar te normat e interesit të Bankës Qendrore Amerikane, një parapritje dhe parashikim mund të themi nga tregtarët në tregjet financiare që mendojnë që normat e interesit do ulen në dhjetor. Kjo ka sjellur këtë rritje të tregjet e aksioneve, uljen e dollarit, bondet 10 vjeçare të qëndrueshme me pak më shumë konsolidim ose anim për lart ditët e fundit të javës dhe kripto duke u akumuluar ose konsoliduar në këto zona. Floriri gjithashtu ka pasur një rritje të çmimeve të larta historike ose po shkon në atë drejtim dhe silver, argjendi ka pasur një rritje të çmimeve të larta historike me naftën duke qenë ka pasur një farë supporti tani të fortë dhe ka filluar rritjen në ditët e fundit të javës. Por unë do të përqendrohem një herë te lajmet kryesore ose ngjarja kryesore që do vi javën tjetër që janë normat e interesit nga Banka Qendrore Amerikane. Shkurt 80-90% të tregtarëve dhe investitorëve presin një ulje të normave të interesit. Dolën disa shifra ekonomike, të dhëna ekonomike për Amerikën javën e kaluar që tregojnë që inflacioni është i qëndrueshëm dhe shenjat janë pozitive me revistën Economist duke thënë që janë 2 herë më të sigurt ose double down është një shprehje për kur shkoni në kazino dhe dy fishoni basti, që dhjetori do ketë ulje normave të interesit. Edhe Reuters ka bërë një sondazh që tregon që do ketë ulje të normave të interesit. Në revistën Morning Star kemi pasur ose diskutojnë që në dhjetor do ketë ulje të normave të interesit, por ka disa përçarje mrena Bankës Qendrore Amerikane. Okay? Kjo është diçka që do ta shikojmë me kujdes, sepse përçarja është lidhur me ngadalësimin e ekonomisë dhe inflacion ngjitës, themi inflacion që nuk po shkitet dot, nuk po çlirohet dot inflacioni. Besoj që dhe ju si dëgjues edhe unë personalisht kam parë që çmimet vazhdojnë të rriten me 2, 3, 5, 10% ndonjëherë çdo 3 deri në 6 muaj. Tregon që inflacioni vazhdon të jetë problem jo vetëm në Amerikë, por dhe në ekonomitë të tjera globale. Unë jam në Londër,
besoj që shumë nga ju jeni në për Europë ose në për shtetet të ndryshme dhe e ndjeni këtë impakt, dhe ju që jeni në Shqipëri besoj që e ndjeni, dhe inflacioni është një nga gjërat të themi më problematike të tregut momentalisht. Tani do të flisja pak për tregun e aksioneve, S&P 500, S&P me 500 kompanitë më të mëdha në market cap të Amerikës, dhe Nasdaqu me 100 kompani më të mëdha sipas market capit, që përqendrohen më shumë te teknologjia, vazhdojnë të kenë rritje. Ky artikull përmbledh rritjen që ka pasur në këto dy indekse kryesor. Edhe shikojmë që java parë e dhjetorit është mbyllur më lart. Unë kam parë që është mbyllur diku te 1.3%, 1.03% plus për Nasdaqun, ka qenë diku te 0.3% për S&P 500. Unë personalisht në portfolion tim, dhe kam darë në një video te kanali im personal, jam 5.5% plus për javën e parë e dhjetorit. Lëvizja kryesore ose rritja kryesore është bërë nga sektori teknologjik dhe aksionet e Nasdaqut, tregon që prap kemi koncentrim më të madh të kompanitë më të mëdha të kapitalit. Kapitali, edhe pse ka lëvizur dhe ka bërë rotacione, kemi parë pak shpërndarjet e kapitalit ose përhapjet e kapitalit në aksionet e tjera mena S&P 500, prap përqendrohet shumica te top 100. Kjo është një problem që kemi pasur që vitin e kaluar, ku po përqendrohet kapitali më shumë te sektori AI-s dhe teknologjisë, dhe një çrregullim në atë sektor mund të sjellë një shitje në tregtin financiar. E pam këtë lloj problemi në shkurt janar deri në mars, më themi, po shkurt ishte momenti që u shit tregu i aksioneve, që patëm atë rënjen e thellë të papritur kur ndolën lajmet e tarifave, edhe direkt pam ulje të madhe të sektorit teknologjik. Volatiliteti, do të toja, dhe ishte më mirë që unë të ndaja me ju ndoshta grafikën time për S&P këtu ku po e diskutoj situatën. Ja ku e keni S&P 500 që ka pasur këtë rritje të vazhdueshme. Gjithashtu ke edhe Nasdaqun që ka pasur këtë rritje këtë javë të vazhdueshme. Volatiliteti ka qenë, për mendimin tim, i ulët, dhe kemi bërë një lëvizje ku shikojmë si anon tregu në ana emocionale nga shumë frikë te frikë, dhe po shkum te neutral, besoj që të kemi një rritje të tregjet në përgjithësi. Këto janë mendimet e mia për situatën e temi psikologjike të tregut dhe ku jemi. Tani duhet muloja pak sektorin e kriptos. Për sektorin e kriptos kemi parë pastrime të mëdha të aksioneve të kriptot, me një, le të themi, likuidime të mëdha që janë bërë me lëvizje të ndryshme që po krijohen tani. Kripto ka pasur një fillim të vështirë. Ky artikull tuk flet për themi uljen e kriptos që ka fshi gati $1 bilion e basave të hapur me leverage, me le të themi me X, me përqindje plus që traktojnë tregtarët me leverage. Tani do bëjmë analizën e kriptos, do flasim për Bitcoin dhe Ethereum, shikojmë dhe situatën e përgjithshme të tregut. Situata është mikse, por këto dy ditë të fundit kemi pasur një shitje mbas ritestimit të zonës 93-95.000, edhe mund të vazhdojmë ndoshta për një ulje pak më thellë, dhe besoj për shumicën nga ju është një situatë delikate, sepse mund të tërheqë gjithë altcoins-at për poshtë. E mulojmë tani shumë shpejt
Bitcoinin, do flasim dhe për Ethereum. Ja ku keni Bitcoinin këtu, keni Bitcoinin të kjo zona e 89.000, kemi pasur një moment që ka bërë një higher low, higher high, por është shry lëvizja të kjo zonë dhe po shikojmë shenja që mund vazhdojmë ndoshta për një double bottom, është për të parë situata. Këtu kam vizuar në një shenjë vertikale ku është Bitcoini, kur dhe jetë norma e interesit, dhe mund të qëndroj që vazhdojmë dhe për lart, por për momentin po duket sikur do vazhdojmë për poshtë, mund të bëjmë një testim të kësaj zone 86, ndoshta dhe pak më thellë, dhe të rindërtohet struktura e tregut mbas normave e interesit. Kjo do ishte ideale për tregun dhe për mu ka qenë gjithmonë ideale situata që shkojmë dete 85 prapë dhe strukturohemi këtu për një akumulim dhe pastaj për një lëvizje për më lart. Kemi rezistencë të 197, 101, 102 dhe pastaj 108. Pa u thy, 97 nuk kemi aktualisht një trend për lart dhe duhet kemi shumë kujdes për ndonjë tregtim për lart. Duhet muloj dhe Ethereum këtu. Kjo paka shumë përfshin gjithë altcoins-at. Ethereum është pak më mirë, është e zona që edhe mund të thy për lart këto ditë, po mbajti këtu mund të thy për lart strukturën dhe pastaj të filloj para normave e interesit datën 10 lëvizja, thyrën e strukturës. Unë du të thy 3200 për një lëvizje për më lart, idealja prap qëndron e lidhur si me Bitcoinin për një dip pak më thellë. Ky dip mund vinë nga një rritje të bondit 10 vjeçar që kem mbuluar, do ta mbuloj pak më vonë, dhe një ulje, një rritje të dollarit dhe një ulje të S&P-s, rritje të VIX-it, ulje të Nasdaqut. Çdo gjë lidhet dhe bëhet të temi një kërkesë për siguri në treg, duke bler bondet dhe dollarin dhe shitje të aseteve më të rrezikshme. Dipit ishte perfekt dhe ristrukturimi të kjo zona të 2600 ishte më ideale për tregun dhe ishte gjë më e mirë që mund të ndodhi për ju që doni një val për lart, edhe pse ndoshta nuk duket si duhet jetë, struktura nuk është e duhur për një val serioze pa një konsolidim të mirë. Ka që kisha për segmentin e kriptos. Tani do hymë të segmenti 2 i podcastit ton. Do flasim tani për tregjet e indekseve. Kryesisht do flasim për indeksin S&P 500 që ka të bëjë me 500 kompanitë me market cap më të lartë në Amerikë dhe Nasdaq 100 që ka të bëjë me 100 kompanitë me market cap më të lartë në Amerikë. Një është më shumë të sektoret teknologjike, Nasdaqu dhe Russell 2000 ose Russell 2000 që ka përfshin 2000 kompanit me market cap më të vogël, që janë kompani në rritje, ka të bëjmë me kompani më të vogla, më të rrezikshme dhe atë do ta muloj, gjithashtu do mulojmë dhe VIX-in. Këtu kemi grafikën time për S&P 500, kemi një rritje, ashtu që që diskutova gjatë segmentit të parë të podcastit, që patëm një rritje graduale të qëndrueshme gjatë javës të kaluar. Përpara asaj kemi pasur një ritestim të kësaj zone të 6500, që është mbajtur si support, dhe kemi filluar një rritje të mirë të qëndrueshme javën e kaluar në thyrje të strukturave dhe pastaj këtë javë ka vazhduar kjo rritje pak a shumë stabile, por me një shitje të premten nga frika e çfarë do dali këtë javë që do vi me normat e interesit. Unë do toja këtu që një ulje deri te zona e 6700 ose dhe deri 6000, do të thoj 6770, 6800 deri te zona 6700 do ishte normale për një retestim, një support tjetër nga
investitorët dhe pastaj një riblerje për një çmim më lart. Po shtyu dete 7.100 që unë e shikoj shumë me mundësi të larta tani, që kemi thyer strukturat, po shtyu deri në këtë zonë, atëre me portofolin tim mund të bëj 3 fishi, mund të bëj edhe 10% të tjera, që mund të na çojë portofolin në një shifër këtë muaj deri në fundin e muajit diku te 15 deri te 20% që mund të profitojmë me tregun e aksioneve. Duket okay, por kemi disa rreziqe që unë do t'i mbuloj këtu. Rreziku parë është që mund të jemi në një farë që quhet distribution, kjo është një periudhë që institucionet fillojnë që të dalin gradualisht nga pozicionet. E do t'ju tregoj diçka këtu që kemi qenë në këtë lloj vale dhe po shkoj për lart, mund të bëjmë diçka të tillë dhe të vim për poshtë. A kuptoni? E bën që nuk kemi ndonjë rritje shumë të rëndësishme këtu dhe për një periudhë të gjatë mund të qëndrojmë te mesatare. Momentalisht jemi pak mbi mesatare, por kemi një periudhë që nga shtatori që tregu ka qëndruar a nën kësaj mesatare, këtë vizë që unë kam vizuar tani, ose pak lart. Tregon një treg që nuk ka trend. Nuk është një treg si ky tregu këtu që mesatarja ka qenë në rritje. Këtu, nga ky momenti në maj, 8 maj, ka qenë në rritje. Tregu dhe mesatarja ka qenë në rritje. Kjo është një nga frikat e mia për tregun që do bëhet disa falso dhe ka mundësi shumë të madhe që mund të bëj këto falso përpara se bën një crash të madh, edhe po i bëri për mendimin tim është okay, ne mund të seleksionojmë ide më të mira individuale, aksione individual, jo indeksin, ta drejtojmë indeksin. Këtë bëj unë dhe këtë gjë kam bërë duke përfituar nga disa ide si TMC-ja që më ka ecur shumë mirë, Tesla këtë javë ka ecur shumë mirë, Intel përpara 2 javësh e kemi tregtuar dhe ka vazhduar të ecë mirë me një shitje të premte që ne na detyroi që të dilshim edhe të shisnim një pjesë të mirë të profitit. Dhe anëtarët e Discordit kanë pasur mundësi që të performojnë në të njëjtin ritëm me mua, duke kopjuar dhe duke përdorur idetë e mia. Jo vetëm tregtimi që un kam darë aty me transparencë totale, por dhe ide të tjera dhe analiza të tjera, duke përfituar nga lëvizje të ndryshme që ato kanë gjetur dhe vetë me sektorëve që un kam diskutuar dhe grupi jon ka diskutuar. Du tani të mbulojmë mallat kryesor, përfshim këtu dollarin, pastaj të flasim dhe për mallat kryesor si gazi natyral, nafta, floriri, por fillojmë mirë me dollarin. Dollari për mendimin tim mund të fillojë një rritje, edhe pse ka potencial shkojë deri te 98, një rritje do ishte shitja dipi që do bëj S&P-ja, një farë rritje që do bëj VIX-i, ulje të kripto, bën këtë lëvizje, gjen rezistencë këtu dhe bën një strukturë për më poshtë te 98. Kjo ishte ideale për një vazhdimsi në treg për më lart. Kemi bondin 10 vjeçar që duhet ta diskutojmë patjetër, sepse kjo përfshin rrezikun e tregut ose rrezikun që duan të marrin tregtarët. Po shikojmë tani një rritje këtu mbas një head and shoulder pattern, inverted head and shoulder, që është koka dhe 2 shpatullat dhe mund vazhdoj për lart. Kemi thyrjen e zonës 4.14 si një zonë të rëndësishme që mund ta çojë deri te 4.3. Kjo lëvizje deri te 4.3 na sjell atë ulje te S&P dhe te Nasdaq-u, të ato zona që unë kam përmendur te analiza e aksioneve. Edhe lidhet çdo gjë bashkë që kam përmendur. Po që nuk ndodh ajo dhe vazhdojmë të ulemi prapë te zona nën 4%, atëherë do vazhdojmë edhe më lart. Kjo është situata, rotacione që po bëhen. Po mundohem të lexoj psikologjinë e tregtarëve të tjerë. A kërkojnë siguri, a kërkojnë rrezik, do të marrin përsipër rrezik. Rreziku kuptohet që janë në aksione dhe në kripto,
siguria të bondet dhe të dollarit. Kemi dhe floririn që ka pasur rezistenca 1 herë, 2 herë, 3 herë të kjo zona 4.2000 dhe po duket se do të shkojë deri te 4.000 prap për të ndërtuar një riakumulim aty dhe për të ndërtuar një strukturë më të mirë për më lart, një strukturë akumuluese nga institucionet. Dhe silver po duket sikur do bëj një ulje për më poshtë, kemi zonën 54, kemi dhe zonën 52 për një support, po bëj një higher high, pastaj me patjetër duhet bëj një higher low për të vazhduar valën për lart dhe për të parë se ku ta bëj atë lëvizje. Kemi naftën US oil që po duket shumë mirë këtu për një lëvizje për më lart, ka thyr strukturën, ka thyr këtë vizën e trendit dhe unë mendoj që mund të shkojmë deri te 61-62, gjen ndonjë rezistencë aty, ndonjë dip të vogël dhe pastaj kemi deri te 66 që do japi një profit diku te 10% nga ky momenti. Unë kam hapur një pozicion shumë të vogël këtu për këtë lëvizje deri te kjo zona 66, në ishte ideale për mua. Gazi natural vazhdon rritjen sezonale që unë kam përmendur disa herë dhe kam përmendur që në fund të gushtit, fillim të shtatorit, kur kam qenë me pushime, kam bërë edhe videot e podcastit atëherë dhe kemi parë që vazhdon këtë rritje dhe ka pasur një rritje diku te 80%, që është shumë e mirë, po unë personalisht nuk e kam tregtuar dhe ndonjëherë nuk i tregtoj madhrat ose sektorit ose futures në këtë rast të këtyre madhrat kryesor. Të tjerë nuk po i muloj, nuk mendoj që vlen për momentin për të analizuar psikologjinë e tregut. Si përmbledhje, çdo gjë lidhet me situatën e ndërmarrjeve të interesit këtë javë. Do marrim rrezik tregtarët apo do shikojmë për siguri. Kjo është balanci që po krijohet tani dhe do merret vendimi final, mendoj këtë javë duhet të merret me patjetër, por është për të parë. Për ju që keni dëshirë të mësoni më shumë mbi tregtimin, kemi disa variante për ju. Kemi Telegrami që është falas, kemi Discordi që është vetëm 15 pound në muaj dhe shikoni analizat e mia ditore aty, watch listin tim, çfarë po shikoj unë sot për të tregtuar. Nuk po jap sinjale aty, po jap listën time që unë po vëzhgoj për sot, edhe janë të seleksionuara, nuk janë 200 ide, po mund të jenë 2, 3, 5 ide në ditë që unë mund të ndaj në tregun e kriptos, aksioneve dhe madhërve, më shumë të metalet e çmura. Mund të hyni te Discordi dhe të bëni pjesë vetëm për 15 pound në muaj. Keni dhe një pjesë tjetër të Discordit që është me trajnim dhe shikoni çdo lëvizje që bëj unë me transparencë totale. Kjo transparencë ju bën juve, ju jep mundësinë që ju të kopjoni idetë e mia dhe të merrni të njëjtin tregtime. Shumë nga anëtarët aty kanë përfituar nga idetë e mia dhe kanë përformuar edhe kanë hyrë te top 5% të tregtarëve duke mundur tregun me rritje nga 30% deri te 100% të kapitalit këtë vit. Unë personalisht kam pasur një rritje diku te 70% të portfolit tim në aksione dhe diku te 200% te kriptot, i përqendruar më shumë te Ethereum këtë vit dhe te Bitcoini pak më agresiv. Dhe dëtoje që performanca ime te aksionet është e deklaruar dhe audituar te kompeticioni i US Investing Championship dhe keni mundësi, po pa dyshime, që të më pyesni për segmentin tim personal dhe ju a dërgoj me performancën time dhe me përqindjen që kam nxjerrë deri tani këtë vit, që korespondon me performancën te kompeticioni i Amerikës për investime. Kështu që jemi një grup që punojmë me transparencë totale, nuk mundohemi t'ju shesim ëndrrën që të bëni milionera direkt, po mundohemi t'ju mësojmë dhe t'ju japim këshilla dhe mendimet tona për tregjen në mënyrë profesionale, po mundohemi t'ju tregojmë që
edhe me 2, 3, 4, 10% në muaj, gradualisht mund të keni një performancë të jashtëzakonshme në fund të vitit, që unë mendoj 70% kur tregu ka performuar vetëm 15%, është jashtëzakonshme. Dhe kur kriptot kanë qenë në rënje, të nxjerrësh 200% dhe të rish cash në periudhën më të keqe të tregut në rënje është sukses. Gjithashtu ju ftoj na ndiqni në media sociale të tjera, na bëni këtu subscribe herë, na komentoni, na bëni like videon që të na ndihmojë me algoritmet për që vlerësoni informacionin që unë ndaj me ju. Edhe gjithashtu na ndiqni në Instagram, në TikTok. Në TikTok ndonjëherë dal live dhe diskutoj me ju dhe marr pyetjet dhe ja përgjigje. Kaq kisha për sot, shpresoj të ke qenë një video informuese, një episod informues për ju dhe shihemi javës